që është një akt moral i përgjithshëm për shkak të mos realizimit të asaj që është prit nga Partia Demokratike, dhe mendoj që çdo kryetar, do të thoya, i secilës parti do duhet vepronte kështu në situatat e tilla. E mori partinë në një moment mjaft vështirë, por nëse do t'i bënim një rezume tani dha apo mori më shumë? Jo, nuk e kishte të vështirë që ta merr partinë, ka marrë në një situatë do ta quaja mesatarisht mirë, me një mbështetje, do të thoya, nga të gjithë, me shumë pak vota kundër. E ka fjalën për momentin e largimit dhe pa kundër kandidat, se ajo është fenomeni që mua nuk më pëlqen që kryetarët të zgjidhen pa kundër kandidat dhe pa mundësi të të bërit fushat nga kundër kandidat të mundshëm, dhe do të thoya që fushata do duhet bëje përbashkë me elektoratin e Partisë Demokratike. Por si të qoftë, është një akt që unë e cilësoj shumë pozitiv dhe një akt i një politikanit të përgjithshëm i cili ka marrë një vendim, pa ja kërku, do të thoya, elektorati. Ka pas shkrime, ka pas revolta për shkak të situatës së krijuame, por nuk ka pas ndonjë kuvend, ndonjë mbledhje, ndonjë mrena partisë e cila ja kanë kërkuar dorëheqjen. Me siguri që humbja në Mitrovica e ka mërzit, sepse përqendrimi i madh ka qenë në Mitrovicën e Jugut, dhe mase edhe ka pas intimisht biseda me miqtë e tij, cilët i kanë thënë që është mirë që të tërhiqet. Ndoshta edhe më shumë se Mitrovica dhe përplasja me Ladrovcin e dëmtoi ndoshta. Nuk e besoj që ka qenë përplasja me Ladrovcin aq që e rëndë, sepse Ladrovci është pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pas një betejë, por Mitrovica është më e rëndë për Partinë Demokratike, për Memrin, se sa Drenasi. Por procesi atje është i kontestuar, edhe pak ditë më parë kërkoi edhe ripërsëritje të zgjedhjeve. Po tani është i kontestuar, është nga PDK-ja, ka kërkesa, ka zëra për të hyrë ose për të përsëritur zgjedhjet, por kjo është një vendim që mund ta merr Komisioni Qendror dhe organet e drejtësisë, të cilat merren me zgjedhjet. Kërkesa duhet të dërgohen atje dhe jo të merren parasysh deklarimet për media. Në qoftë se sot ka përfunduar, me sa di unë, rinumërimi dhe verifikimi i votave mundësisht e manipulueshme, rezultati nuk ka ndryshuar, mund të ketë ndryshuar me numra, por rezultati është në favor të kandidatit të vetëvendosjes, dhe tani unë nuk mund të them se çfarë mund të vendos gjykatat, çfarë mund të vendos PZAK-i, por gjendja është e tillë dhe unë po besoj që edhe vetë zoti Krasniqi e ka pas parasysh që nuk mund të bëhen zgjedhje tjera ose diçka ka ndikuar. Jam i sigurt se diçka, sepse jam Kosovë. Kur folët për zotin Krasniqi, ju tha që një politikan i përgjegjshëm mes të tjerave, por a arriti që të bëhej lider edhe në momente vendimtare të vepronte drejt, flas ndoshta e dëmtoi edhe votimi për Dimal Bashën apo momente tjera? Votimi për Dimal Bashën ka qenë votim i papërgjithshëm për mua dhe votim që nuk është dashur të ndodhë, dhe ka qenë gabim tepër i rënd i tij dhe i atyre që kanë votuar.
Po tashmë flasim për të ardhmen. Ai duket sikur e bekoi Bedri Hamzën. Ju folët pak më parë që nuk ju pëlqen gara me një kandidat të vetëm. Mendoni që do t'i dalë dikush tjetër përballë apo edhe pjesa tjetër që mund ta ketë menduar mund ta quajë të kryer tani, duke qenë se pasardhësi ka marrë bekimin e paraardhësit. Tani mendoj që Bedri Hamza është pjesë e ekipit që ka qenë në zgjedhje, edhe të përgjithshmet edhe lokalet, dhe në parti vendoset në organe, por propozimet mund të jenë të qelluara, mund të jenë të pa qelluara, mund të ketë mbështetje, mund të mos ketë mbështetje, por unë jam idhëtar i proceseve, të cilat nxjerrin kryetar të partisë pa kontestueshëm. Pra, figura e tij mendoni që është me kontribute, por prej figurave me autoritet të madh në parti, ka qenë ka pas funksione të rëndësishme, veçanërisht në ekzekutiv të partisë, dhe po mendoj që do të ketë mbështetje të cilësuar, do të thoja, por mendoj që do duhej që procesi të ketë veprime paraprake për të zgjedhur kryetarin e partisë. Mendoj që paraprakisht do duhej që një organ i zgjedhur të organizoj kongresin e partisë për të zgjedhur kryetarin. Sepse kryetarin e zgjedh kongresi, nuk e zgjedh kryetari paraprak. Zoti Aliti, në mendjen tuaj ka ndoshta emra të tjerë që ndoshta përkohësisht si zëvendësues deri në zgjedhje, kryesia mund ta vendosë zotin Hamza ose edhe këshilli drejtues, por me siguri që duhet konventat të mlidhet dhe ta zgjedh kryetarin, qoftë edhe Bedriun, por duhet patjetër konventat vendos. Provizor, mendoni që pra për një periudhë kalimtare tani mund të besin pa kryetar, por na kemi zëvendës kryetar në parti, kemi edhe sekretarin e përgjithshëm ose sekretaren e përgjithshme, të cilët janë zgjedhur zëvendësues për ta zëvendësuar në situata të tilla kryetarin. Bedriu nuk e di, është di tamam, duket që nuk është zëvendës kryetar ose nën kryetar siç i kemi ne, por me siguri që do të konkurroj për të qenë kryetari i partisë. E përjashtoni ndoshta edhe këtu fus edhe dëshirën që duke qenë se proceset në Hag po ecin shpejt dhe janë drejt fundit, mund kemi një rilindje të PDK-s? Tani mendoj se duhet një analizë e thellë të bëhet nga ata që kanë qenë dhe janë drejtues të PDK-s, dhe të shohim a dojmë me bërë avantura apo dojmë me ringrit partinë. Është sfidë në këtë situatë, sepse asgjë s'është e qartë, as zgjedhjet edhe zgjedhjet e ardhshme janë, po besoj, shumë shpejt, në qoftë se nuk e bojnë vetëvendosja qeveri. Zgjedhja e presidentit të Kosovës prapë është problematike, sepse mund të shkohet për shkak pamundësisë për ta zgjedhur presidentin e ardhshëm, mund të shkohet në zgjedhje të reja, dhe kjo në këtë situatë me partinë pa kryetar është një problem i madh, dhe edhe zgjedhja e kryetarit sa për ta pas një kryetar prapë është me probleme.
Zoti Aliti, kam një pyetje të fundit duke përfituar nga biseda për zotin Krasniqi, më lejoni që t'ju bëj